Akuzat për kultivim lëndësh narkotike, gjykata australiane jep vendimin për Belina Pupën. Gjykata e magjistraturës në Adelaide ka vendosur të pushojë njërin nga akuzat ndaj terapistes dhe influencueses shqiptare Belina Pupa për kultivimin e një sasie droge të kontrolluar. Sipas dokumentave gjyqësor, akuza për kultivimin e 43 bimëve kanabis në një pronë në Ascot Park nuk do të vazhdohet më, duke nënkuptuar se nuk ka asnjë vendim për fajësi apo dënim në këtë drejtim. Megjithatë, çështja e dytë që lidhet me ndërhyrjen e paautorizuar në furnizimin elektrik mbetet ende në proces dhe është hyrë për seancë në 25 nëntor 2025 në gjykatën Adelaide. Sipas dokumentave, ngjarja dyshohet të ketë ndodhur gjatë periudhës 1 janar deri në 4 prill 2025. Kujtojmë se Belina Pupa tha se çështja lidhet me një pronë të dhënë me qera, por që është në emrin e saj, duke kërkuar që të pritet mbyllja procesit gjyqësor për të pasur qartësi të plotë. Bëhet fjala për një pronë të dhënë me qera, por që është në emrin tim. Gjyqi po mbahet për pasqyrimin e fakteve, nuk mund të them asgjë më shumë derisa çështja të mbyllet. Për këtë arsye, për arsye timesh në radhë të parë, por edhe për të qenë qartë për të gjithë në fund, ju falenderoj që më pyetët përpara se të shpërndanit një lajm të përçudnuar, tha ajo. Ndërsa Elvis Pupa tha, jam i detyruar të reagoj pas disa lajmeve të pavërteta dhe keqdashëse që po qarkullojnë në media, sipas të cilave unë gjoja jam aratisur dhe ndodhem në kërkim. Dua ta bëj shumë të qartë, prej më shumë se një muaj ndodhem në Tiranë, ku po zhvilloj angazhime të rregullta profesionale të planifikuara në Shqipëri dhe më gjerë në Europë. Çdo përpjekje për të paraqitur këtë situatë ndryshe është një manipulim i pastër informacionit, një keq interpretim qëllimshëm që synon të bëj lajm aty ku nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Sa i përket bashkëshortes time Belina, ajo vazhdon aktivitetin e saj profesional dhe është plotësisht e lirë. E gjithë situata që po trajtohet aktualisht është pjesë e një procesi ligjor që është ende në zhvillim dhe siç është shprehur edhe ajo vetë, i takon drejtësisë të flasë fundit. Fatkeqësisht kemi parë një keq përdorim të rënd të lajmit me qëllim sensacionalizimi dhe klikimesh ku deformimi ka marrë vendin e të vërtetës. Jetët tona janë publike, por kjo nuk i jep askujt të drejtën të abuzoj me dinjitetin e njerëzve. Jeta vazhdon normalisht me punën dhe përgjegjësitë tona të përditshme. Ne do të përballojmë çdo situatë me qetësi, transparencë dhe respekt për të vërtetën. Faleminderit për mirëkuptimin dhe mbështetjen që shumë prej jush na kanë treguar.